Nga kjo shije e hidhur, tani ka kaluar një pozicion tjetër që ju ngjason me atë kompleksin inferioritetit dhe çdo inovacion që ne sjellim dhe kur guxojmë të jemi të parët, ju duket si tallë se pavarësisht se ajo mund të jetë inovacion që do ndihmojë goxha qeverinë, do ndihmojë goxha në zhvillimin e shoqërisë, do garantojë transparencë, do harmonizojë legjitimin. Gjitha ajo do i bëjmë për para të na lajë edhe enët neve, po le se e di. E dikush do ishte rësia, për mua, më fal. Djegës të zhvillimeve që kanë ndodhur në rajon apo në botë. Tani i bër fanar. Dhe ky është i lajm shumë. Tani, rësia, të lutem. Erion, vetëm shkurtimisht. E cila do të ishte rësia? Rësia do të ishte në qoftë se ky djali do të ishte në kabinetin qeveritar. Po, vjen nga shoqëria civile, ka kontribut. Po rësia, për kaq kohë, jo, po nuk është tani. Po nuk është tani. Po nuk është pra. Po nuk është Partia Demokratike që rri gazi e flamundi edhe nuk je si. Për vetë mirë bale atë. Tani, për vetë. Ne po flasim. Edhe ti duhet të ishe në parlament. Tani, unë po të po pratë edhe unë ne duhet të ishim. Gazi 8-2 atje, 12 me 4. Unë nuk jam parlament, po jam përfaqësuese demokratëve, jam antare këshillit qytetar, jam në nivelin më të lartë Partisë Demokratike. Klodi, ta dëgjojmë që Klodi tani Klodi ndeshjen po e luani shumë fort ju PS-ja, po këta PD-ja po gjithmonë keq kanë shumë edukat. Jo, kanë shumë edukat dhe po ju lejojnë. Rama, një parantez të vogël. Rama është tamam gjeni së keqes. Domethënë ne kemi tani gjysmore që flasim për diellin dhe flet për teknologjinë. Ne s'do të flisim fare për diellin, po ju apo. Po pra, po në mënyrë kështu instiktive të gjithë po flasin për diellin. Kjo është, domethënë Rama ka arritur që të vendos një, domethënë, si kinesja. Diellin dhe praktikisht të tërheq vëmendje të gjithëve dhe opozita bie në grackën që të flasi për diellin. Kishte nxjerrë një kukull kineze më. Thelbi është ky që Shqipëria fakt është që nuk është e vërtetë që është inovacion apo risi. Shqipëria vazhdon të renditet e fundit në Europë për sa i përket përdorimit të teknologjisë. Shqipëria vazhdon të renditet e fundit. Këto të dhëna janë të publikuara nga indeksi ndërkombëtare për përdorimin e teknologjisë. Se në fakt profesor, më fal, vetëm për efekt korrektësie profesionale, Shqipëria për digitalizimin është e para nga OKB-ja, është e para në Ballkan, se ky është lajm që na ka lodh syt, po është tabel, do ta nxjerr tani me sekonda se telefonin e kam ndihmë. E para në rajon dhe lë shumë vende të Bashkimit Evropian mbrapa në digitalizim. Ky është një fakt që mund të kenë vjedhur, mund të kenë luajtur ferm të digitalizimin ore. Po që e kanë bërë legendat e kanë bërë. Vazhdon konsiderohet një ndër vendet më të prapabetur nga pikpamja teknologjike. Tani, kjo është opinion, unë po them një fakt. Çdo raport ndërkombëtar, këto e kanë pikë fortë, e kanë, mos kapemi këto dhe turizmin e kanë. Hajde ju bien për gjëra të tjera. Edhe turizmi, të dhënat, kush janë shifrat? Sot u publikuan të dhënat e Isatit që treguan që importi në periudhën e gushit ishte në rënje. Që ti në muajin e gushit presupozon që të kesh kulmin e turizmit, ti në muajin e gushit vazhdon që të ke rënje të importeve, që praktikisht është totalisht shkojnë. Tani ne po flasim për atë turizmin që njohim, ka shumë deg turizmi, jam dakord me ty. Po turizmi që njohim, ta marrësh aeroportin Nën Tereza me 2 milion fluturime dhe ta çosh me 11, për mua është një lajm i mirë. Aeroporti po e çoj gjithë propaganda në gjitha mediat ndërkombëtare. Prom private. Ke çdo ditë ke nga 2 lajme në mediat ndërkombëtare. Është prom private, nuk është qeveria. është prom privat. Atëherë. Ky mandat, Floger, quhet mandati i integrimit dhe do e shohim ne këtë Shqipërinë europiane apo tani të jemi sinqert, un kam para të ministrin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Dhe më zhdukur pa egzagerim si ministri e Ramës atë ditë në Bruksel. E keni parë? Me pash. Marta Kos. Me ato fliste ndaj Ramës, bobe që po flet një ministre e Ramës në raport me Ramën. Po mirë, po kjo, rruga juaj, shpejtësia me cilën ju po ecni, Bashkimi Evropian është i sigurt, tani nuk di çfarë them. Nuk di çfarë them se unë nga një radhë dëgjoj opozitën që thot Soros i ka kap Bashkimin Evropian dhe është propagandë se bla bla bla. Nga ana tjetër dëgjoj atë ministrën e zgjerimit që në finale po pse do dëgjosh a u hapën kapitujt e rinj? Po në rregull. Tani. Hapja e kapitujve nuk do të thotë për mua. Hapja e kapitujve është një gjë. Mbyllja e kapitujve dhe antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është diçka tjetër. Po s'ke kapacitet nuk ti hapaj. Të lutem.
Për kaq kohë sa ti nuk ke kriteret social, ekonomik, politik, asnjë nga kriteret nuk i plotson, Bashkimi Evropian, unë po ju siguroj që është rrugë e gjatë. Unë mendoj që edhe opozita patjetër që do dojë që Shqipëria të jetë pjesë e familjes madhe europiane. Por më besoni që me shifrat galopante të korrupsionit, me krimin, të lutem, mund ta pyes Malizika 15 kapitull të mbyllur. Nga njëra anë kemi biseda paralele, ju nga njëra anë kemi Bashkimin Evropian, Ministrin e Zgjerimit, Presidentën e Komisionit, që thonë Shqipëria po ecën në këtë drejtim. Nga ana tjetër kemi doktorin që thot të kundërtën dhe thot që ne nuk do shkojmë kurrë aty. Pra, ata që kanë Çelsat me të hap derën thonë jemi gati, ky që është thjesht vargoni një treni thot ne nuk duhet shkojmë atje. Doktori nuk thot që nuk do shkoj kurrë. Doktori thot, me Edi Ramën dhe me këto politika nuk mund të shkoj. Ata i thonë Edi Ramës je lideri që po e fut Shqipërinë në BE, doktori thot është një Maduro, siç i thot diçka. Çfarë thot që ti je lideri që do futësh Shqipërinë në BE? Marta Kosmor para një jave. Lideri i ti. Ju e kryeminist, li udhëheci më leadershipi juaj i udhëheci. Por është fakt apo jo? U hapën 4 kapituj apo Mirë, sigurisht janë hapur 28, pyetja nuk është sa u hapën, pyetja është ku do mbyllen. Dhe si do mbyllen, konkretisht. Kur u hapën edhe do mbyllen ato, apo mund mos mbyllen? Jo, tregoj gjithçka. S'të thon fare, ato mund të hapen, por mund mos mbyllen. Se është logjik më. Një ndër një treta ka pejtu e flet për çështje ekonomike. Një ndër treguesit kryesorë të ekonomisë është që të ardhurat për frymë të një vendi duhet të jenë që duhet të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, duhet që të jenë sa 50% e mesatare së BE-s. Praktikisht, sot që ne po flasim, të ardhurar për frymë janë rreth 10.200, edhe pse janë larguar gati 1 milion shqiptar. Që të arrim tek 50%-shi, duhet që të arrim tek 15-16.000 euro për frymë. Por që të arrish tek 15, ai bie o do të largojnë dhe 1 milion shqiptar të tjerë, ose do duhet që ti të rritësh ekonominë me 50%. Kuptova. Po si do të arritësh ekonominë me 50%, kur me 10 për të 10 trimestër të radhës, praktikisht prodhimi është në rënje, me të në recension total. Si do antarësohet Shqipëria në Bashkimin Evropian? Si do antarësohet Shqipëria në Bashkimin Evropian, ku në zonën e Astirit, me mijëra qindra fëmijë nuk kanë shkollë, ku në zonën e Spitalës nuk ke shkollë, ku familjet shqiptare nuk mbyllen sot do të muajnë, për cilin Bashkim Evropian, më thuaj në cilin vend, se ju ne gjithë tu kemi qenë në vendet e Bashkimit Evropian, më thuaj në cilin vend Bashkimit Evropian, ti nuk ke ujë, pra, nuk ke drita, po të lutem tani, tani, do më dëgjosh, gjatë kohës së fushatës, në zonën e plazhit, unë kisha vazhdimisht ndërprerje energjisë elektrike. Po të lutem, o Ilirian, të lutem, andish të pyetje, a intereson opozitës kjo lloj opozitarizmi edhe ku bëhet fjalë për Bashkimin Evropian? Cilin standard, po a duhet kesh kriterin social? A e plotson kriterin social? E ke kriterin ekonomik? E ke kriterin politik? Po ti s'le opozitën me folë në parlament, mo, Bashkimi Evropian shpret, po të lutem tani, po ti nuk lejon opozitën të flasin në parlament. Po të lutem tani. Si do t'i japësh më shumë? Nuk dita përdor në mënyrë efektive kohën që duhet. Nuk i dha fare kohë t'i jepte. Po pastaj fillojmë ka ofendimet masë të marrësh kushtetutë e këtij vendi ku njerëzit beton ta hedhësh për dallë. Po le tani Ilirian. Nga ambasadorët e Bashkimit Evropian. Po e kishte për opozitën. Të cilët e kishte për qeverinë, e cila një qeveri e cila kalon programin pa dispozitiv. Që mos bëjmë pjesë e kësaj retorike. Se unë e ti njëmi para politikës. Tani, a duhet t'i harin... Në 2013-ën, prodhimi brendshëm bruto ka qenë 9 miliardë, sot ka vajtur në 27 miliardë. Është trefishuar. Është indikatori i rritjes ekonomike. A duhet të dhënat janë aty. A duhet të jetë Po të dhënat, prodhimi përgjithshëm, shteti shqiptar ka një monedë kombëtare që quhet lek. Profesor, Prodhimi përgjithshëm bruto. Ne matemi,